Ajo ishte një nga figurat ikon të televizionit News 24 dhe prej shumë vitesh ka qenë pjesë e këtij televizioni. Gazetarja Rezarta Reçi ka ndërruar jetë pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë. Ajo njihet gjërësisht si ideatorja dhe moderatorja e emisionit Arratia e Peshkut të Kuq në News 24, ku intervistoi personalitete të ndryshme dhe solli për publikun histori me qasje sociale dhe njerëzore. Lajmin e kanë bërë të ditur familjarët në një postim në rrjetet sociale ku shkruan: Rezarta jon u shua në paqe, në mes njerëzve të zemrës, dashurisë, respektit dhe përkushtimit të miqve, të afërmve, të mjekëve që i qëndruan pranë në të gjitha sfidat e saj të fundit. Shumë gazetarë dhe figurat e njohura i kanë shprehur ngushëllime familjes për Rezartën, e cila njihej për natyrën e saj miqësore dhe për dashurinë e pafund që kishte për jetën dhe nuk u dorëzua asnjëherë duke luftuar për të. Edhe pas seancave të kimioterapisë, ku pamja e saj ndryshoi së tepërmi, Rezarta asnjëherë nuk u fsheh ekranit dhe doli publikisht duke dhënë mesazhe pozitive për jetën dhe forcën që duhet të kesh për të vazhduar përpara. Disa vite para se të diagnostikohej me sëmundjen e rëndë, ajo kishte dhënë një intervistë ku ishte shprehur: "Do të ishte më mirë që të mos kishe vdekje. Në fakt të kesh vdekje është pak e trishtueshme, por unë do preferoja të largohesha nga kjo botë kur jam ende në lëvizje. Në fund të fundit, do ishe mirë të largohesh nga jeta nëse ke mbaruar detyrimet kryesore dhe nuk e lën asgjë në mes. Unë do kisha preferuar më shumë këtë sesa të duroja plaken dhe një mal me sëmundje." Më pas, gazetarja kishte shtuar: "Kur të gjithë do të mërziten se ti do të jesh larguar, energjia e mbetur do të vazhdojë të lejojë të buzëqeshësh nga lart, kur të tjerët ta kenë marrë seriozisht largimin tënd nga kjo botë." I shprehin familjes ngushëllimet më të sinqerta për ndarjen nga jeta të njeriu të tyre të dashur.